Kryeministri Edi Rama ka shpërthyer në sulme të ashpra kundër protestuesve që prej 3 ditësh po kërkojnë dorëheqjen e tij dhe largimin e qeverisë. Vinë vërdall në për rrugë si ata çakejt e agimit të artë në Greqi që ulërinin në Greqi është e grekëve, ata janë subjekt vetëm për Zotin dhe Zoti i falë se ata nuk din çfarë bëjnë, s'janë fare subjekt për mua. Deklaratat e Ramës u bën në përfundim të mbledhjes së qeverisë ku foli sërish për debatin mbi projektin e Zvërnecit, ndërsa deklaroi se SPA ka bllokuar transaksionet për blerjen e tokës deri në evidentimin e pronarëve real të kësaj prone në zonën ku do të zhvillohet investimi. SPA-ku ka vendosur të mbaj të ngrira fondet pa i lënë të kalojnë tek shitësi, për të cilin ka një proces hetimor. Çështja e origjinës pronës është një çështje që do të mbulohet nga një hetim tërësisht i pavarur. Do t'i jap fund çdo spekulimi në rast se shitësi ka një origjinë legjitime të pronës, do marrë parat. Në rast se nuk e ka, natyrisht që parat do t'i mbeten Republikës së Shqipërisë. Kryeministri u shpreh se ky investim do të sjellë përfitime konkrete për qytetarët shqiptar dhe banorët e zonës. 1 euro që hyn në një resort luksos shoqërohet me 1.6 deri në 2 euro që hyn në ekonominë lokale të atij vendi. Ndërtohet në një realitet rreth cilit ka njerëz dhe është një realitet ku vinë njerëz, të cilët konsumojnë produktet rreth rrotull, të cilët shfrytëzojnë shërbimet rreth rrotull. Pavarësisht përpjekjeve të Ramës, protestuesit kanë refuzuar negociatat me kryeministrin duke kërkuar dorëheqjen e tij.